Gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm në Vlorë ka zhvilluar këtë enjte analizën njëvjeçare për vitin 2025 të pranishëm autoritetet të larta të gjyqësorit në Vlorë, prokurorisë dhe policisë së shtetit. Në fjalën e tij, kreu i gjykatës së shkallës së parë në Vlorë, Fioralt Behari, e quajti vitin 2025 një bilanc pozitiv. Duke mbuluar mbi 236.000 banor në Vlorë, Selenis dhe Imar, gjykata e shkallës së parë në Vlorë mbetet një hallkë kyçe e shërbimit publik në jug të vendit. Pavarësisht lëvizjeve dhe vakancave në trupën prej 16 gjyqtarësh, secili ka përballuar rreth 400 çështje në vit, shpesh më shumë se një në ditë, çka dëshmon për ngarkesë dhe përgjegjësi të lartë. Pavarësisht vështirësive dhe problematikave të cilat ne i kemi evidentuar dhe jemi përballur, kemi arritur që të japim rezultate pozitive në vitin 2025. Vlora, në ndryshim edhe nga shumica e qyteteve të tjera, ka një specifik duke qenë se është një nga vendet i cili ofron shërbim turistik për një numër goxha të lartë turistësh dhe pjesëmarrës, po them individësh të cilët nuk janë rezident, por e frekuentojnë në mënyrë të përkohshme territorin e bashkive Vlorë, Selenicë dhe Imar. Kjo impakton edhe punën e gjykatës dhe ngarkesën e gjykatës në kuptimin e, po them, çështjeve gjyqësore të cilat vinë dhe zgjidhen pranë gjykatës sonë. Për shkak të procesit të rivlerësimit kalimtar, edhe për shkak të transferimeve të gjyqtarëve, gjatë vitit 2025, pranë gjykatës shkallës së parë nuk është arritur që të punohet me trup gjyqësore me kapacitet plot. Pasi ka patur lëvizje të shpeshta, gjatë deri në muajin shtator kemi patur një rritje të numrit të gjyqtarëve, më tej në muajin tetor për shkak të caktimit të 2 gjyqtarëve të rinj, rishtazi, nga ana e Këshillit Lartgjyqësor, është arritur që trupa efektive e gjykatës të shkojë në 14 nga 16 gjyqtarë, me të cilët është arritur të evadohet një numër i konsiderueshëm çështje gjyqësore dhe kemi arritur që të kemi një raport pozitiv ndërmjet çështjeve të regjistruar rishtazi dhe çështjeve të mbartura. Në të gjithë, po them, problematikën me të cilët haset sot sistemi gjyqësor, për sa i përket, po them, mungesës së kapacitetit burime njerëzore, kemi arritur si gjykatë që të evadojmë 275 çështje gjyqësore nga backlogu i vitit 2024, nga të cilat 99 çështje penale dhe 176 çështje civile. Që është një tregues pozitiv në qoftë se e vlerësojmë me normën e likuidimit të çështjeve. Në emër të Këshillit të Lartë Gjyqësor, takimin analize ka përshëndetur përfaqësuesja e tij, Ermona Muçi, e cila ka adresuar rekomandimet përkatëse. Disa përmirësime janë, disa hapa pozitiv janë ndërmarrë lidhje me sistemin, është miratuar sistemi i cili shpresoj që të na ndihmojë jashtëzakonisht në punën tonë, si në punën e magjistratëve, ashtu edhe në bashkëpunim me prokurorinë apo me policinë. Sistemi i cili do krijojë lehtësira në menaxhimin e çështjeve, por edhe në njoftimin e çështjeve apo dhe transmetimin e akteve në rrugë elektronike, duke përjashtuar, të themi, ose duke minimizuar dokumentat apo postën shkresore. Domethënë kjo do të jetë gjithmonë hap pas hapi dhe pa cënuar në asnjë moment aksesin apo transparencën. Në lidhje me mirëqenien e magjistratëve, kemi ngritur grupe pune në lidhje me sigurinë, shpresojmë me bashkëpunimin me Ministrinë e Rendit, Ministrinë e Drejtësisë dhe Policitë Vendore që të realizojmë në kohë sa më të shpejtë një rregullore e cila do të parashikojë prezencën fizike të punojësve të policisë në ambientet e gjykatave, duke i rikthyer gjykatat në institucione të cilat kanë një rëndësi të veçantë. Sfidë kryesore kemi gjykatat e apelit. Gjykatat e apelit të cilët kanë krijuar një backlog të jashtëzakonshëm, kjo edhe për shkak të fluksit në rritje që po vjen nga shkalla e parë, për shkak të plotësimit të vakancave, por gjithashtu edhe nga kthimi apo prishja e dosjeve nga gjykata e lartë. Dhe gjykata e apelit, themi, është rënduar apo është shtuar backlogu. Tani, kjo do të jetë një sfidë edhe për gjykatat e shkallëve të para.
Në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Vlorë për gjatë vitit 2025 janë përfunduar 4685 çështje, 2119 civile dhe 2566 penale, ndërsa janë regjistruar 4410 të reja, duke ulur stokun me rreth 275 çështje. Efikasiteti paraqitet i lartë me mbi 104% për çështjet penale dhe afro 109% për ato civile, ndërkohë 87% e seancave janë regjistruar me audio. Me një buxhet rreth 188 milion lek në vit, gjykata synon investime në infrastrukturë, teknologji dhe siguri, duke pasur si objektiv rritjen e efikasitetit, transparencës dhe besimit të publikut, ndërsa 2025, sipas analizës, tregon se janë dhënë sinjale të qarta se sistemi po punon me ritëm, ngarkesë të lartë dhe me objektiva të qarta për përmirësim të mëtejshëm.